në shumica komuna, ashtu si është edhe Zhelina, si është Kriva Palanka, si është komuna Qendër dhe shumë komuna tjera në raund të parë, rezultatin jemi të kënaqur. Mirë po, kur nisemi në shumë komuna që mund të themi në aspekt lokal ka pas lëshime, me lista, me probleme si gjitha partit politike, konkurenca e brendshme ndonjëherë e bën atë, nuk jemi të kënaqur, dhe jemi socialdemokrat dhe pranojmë atë që është, mirë po në bazë debateve dhe argumenteve pas raundit të ditë, në parti, do i shtrojmë të gjitha dhe do shohim se ku është handikepu dhe ku është problematika dhe dalim të qytetari dhe të them se këto gabimin në ato komuna, në ato rajone, i pranuam dhe mos lejojmë që VMRO-ja të vazhdojë me atë retorikën që vazhdoi një vjet e gjysmë. Ne mund të themi troq, një vjet e gjysmë qeveri VMRO-ja ka rënje drastike të numrit të votave për këshilltar dhe këtë do të potencoje se cili eksponent politik që e merr vesh politikën dhe banorit, veshi banorit, unë them, do të dëgjoje dhe kjo është një argument venhar.